Në kuadër të aktiviteteve të organizuara për javën e Europës 2026, ambasada çeke u bë pjesë e hapësirës së hapur, duke sjellë për publikun shqiptar një mbrëmje të veçantë artistike të ndërthurur mes muzikës jazz dhe artit pamor. Në këtë mbrëmje, gazetarja Alice Taylor prezantoi 5 piktura të reja në vaj, ndërsa vlerësoi rëndësinë e nismave kulturore. Fillova të pikturoj në janar të vitit 2025, gjatë një periudhe shumë stresuese të jetës time. Nisa të shletoj një arkiv me rreth 30.000 fotografi që kam realizuar gjatë udhëtimeve të mia nëpër Shqipëri. Zgjodha imazhe që më prekën më shumë dhe fillova t'i pikturoj. Këto punime janë krijuar posaçërisht për këtë ekspozitë. E nisa projektin me shumë entuziazëm, por në mes të tij baba im dëroi jetë, gjë që natyrisht e rëndoi emocionalisht gjithë procesin. Pas disa javësh gjeta sërish frymëzim dhe forcën për të vazhduar. Prandaj kjo ekspozitë është shumë personale për mua. Çdo pikturë mbart emocione të ndryshme brenda saj. Aktiviteti mblodhi artist, diplomat, përfaqësues të institucioneve dhe dashamirës të artit, të cilët ndoqën një koncert festiv nga pianisti virtuos shqiptar Genti Shahini. Gjatë performancës së tij, Shahini interpretoi si kompozime origjinale, ashtu edhe pjesë të njohura nga emra të mëdhenj të jazzit modern ndërkombëtar, duke krijuar një atmosferë elegante dhe të ngrohtë për të pranishmit. Aktiviteti ishte pjesë e kalendarit të gjerë të javës e Europës 2026, e cila këtë vit solli në Tiranë një sër ngjarjesh kulturore, artistike dhe sociale.